Mirëmëngjes, mirë se erdhët sot në program. Nisim kështu një ditë të re, një javë të re. Shpresoj të jeni mirë, ta keni nisur mbar, fundjava ka qenë me diell, gëzuar Pashkët të gjithë besimtarëve. Musliman thash? Po, s'ka gjë. Të gjithë besimtarëve të krishterë edhe ortodoks, mirëmëngjes se kisha mendjen. Ne kemi tolerancë fetare dhe unë kam shumë miq musliman që dje kanë festuar. Patjetër, po duke po. Nuk kemi faj. Unë po flas më. Tani nuk kemi faj. Ishte edhe bektashin që festuan. Shiko tani, nuk kemi faj që po bëjmë lapsuse që në pikë të sabahut, që në start të programit, se po kemi gjithë fundjavën, domethënë. Të impenjuar me finalen. Unë po flas, mos nxjerrni thesar që e qepa. Po nxjerr edhe ti gjë që të bëhemi baras. Si jeni? Mirë. Shndrin dielli jashtë, është ditë vërtet shumë e bukur. Kjo fundjavë ka qenë vërtet shumë e bukur, e paqët me diell, njerëzit kanë përfituar edhe kanë pushuar, përveç se kanë festuar, nuk diskutohet se këtë radhë të dyja Pashkët, edhe e krishterëve dhe ortodoksëve kanë bashkë. Të gëzuar që të gjithëve. Ne do ju sjellim gëzim tani, me që nisem me gëzim. Patjetër. Ku mungon gëzimin e herë? Ja e kemi këtu midis nesh. Do jemi dhe në orën 12 pa një çerek së bashku, me të ftuarit, me recetat tona, me gjithçka çfarë kemi përgatitur. Do ta nisim me shije. Kemi 2 receta hungareze i themi ne, po. Hungareze? Po. Nga Hungaria. Nga Hungaria. Njëra është e ëmbël, tjetra është e kripur. Unë kam ngrënë të dyja në një nga udhëtimet e mia dhe po mendoja thashë t'i sjellim. Të udhëtimet e tua duhen bërë libër. Se më gjau se titull libri. Një nga udhëtimet e mia. Po. I titulli bukur. Pse se bën? Bëje, mendoje. Po ku kam? Do të lej punën këtu që do ta bëjmë. S'ka, ta flasim pastaj. Mirë, okay. Të tregojmë ne ca mënyra. Flasim pastaj. Flasim pastaj. Atëherë, receta e parë ato e quajmë beigli. Se mos të them gabim. Po, beigli. Po, beigli, që është një brumë, si brumë frola. Ato e bëjnë edhe me, domethënë ka disa variante të saj që mund ta bëjnë edhe me fryrës dhe pa fryrës. Unë kam zgjedhur ta bëj këtë formën më të thjeshtë dhe e mbushin brenda me arra, me rrushë të thatë etj. Do shpjegojmë pastaj. Bëhet si formë strudeli në thonjza. Pra mund ta quajmë një strudel hungarez me arra. Strudel hungarez me arra, po. E mbushin ato me arra gjalp etj. Kjo është receta e parë. Ndërsa receta e dytë është recetë e kripur që unë them gjan me petullat tona, me pitet tona, në gjithë botën kanë shumë të përbashkët, është gjithë popujt, po kjo është tipike e tyre dhe quhet langoshi. Shkruhet langos, po ato e shqiptojnë langoshi. Langroshe? Langoshi. Langoshi. Ka si langroshe. Ato i bëni kështu kaq të mëdha që ti se vë. Ato i servirin kështu kaq të mëdha që ti se han dot një, ne do ta bëjmë çik më të vogla. Tani ti se han dot një. Varet se kush është tia. Por zotin ishte shumë e madh. Varet se kujt kanë bërë përpara. Varet kush është tia. Po gjithmonë duke ngrënë xhiro kështu haçik provo këtë kur erdhi puna ke langoshi, unë gja isha pjena, isha plot, po. Megjithatë, tash kjo mund të hajë ose e kripur ose e ëmbël. Unë kam sjell variantin e kripur që ato e servirin me pana acida, do ta shpjegojmë se si bëhet pana acida në shtëpi. Skuqet bëhet ky brumi që ngjan me pite me petulla dhe skuqet dhe serviret me këtë pana acida dhe me djath. Interesante. Ka shumë interesante tipike të tyre. Pite hungareze langoshi. Langoshi. Jo langroshi. Langoshi. Tani nëse keni pak grosh mund të shoqëroni patjetër langoshin me groshët. Me langrosh. Pa merak. Do të shkojnë. Do të shkojnë, boll po jetë ëmbël. Këtu në Top Channel kjo fundjavë ka qenë shumë impenjative, kam përshtypjen e keni parë dhe ka qenë spektakolare përveç se impenjative. Kemi patur finalen e madhe të Big Brother VIP Albania. Gjesti është shpallur finalisti dhe fituesi pa diskutim, kështu që kemi patur një eveniment shumë të rëndësishëm që ka ndikuar shumë edhe në populate, edhe në mediat, në përgjithësi, pra jo vetëm tek ne këtu në Top Channel. Do flasim sot për ato çfarë ndodhi. Do të flasim për ato që ndodhi, sigurisht ishte një spektakël i jashtëzakonshëm dhe unë dua të gjej rastin të falenderoj të gjithë miqtan që janë pjesë e Top Channel dhe kanë punuar pafundësisht, edhe janë lodhur kaq shumë 24 orë në 7 ditë të javës pa ndërprerje. Spektakli ishte i magjishëm, i jashtëzakonshëm, edhe pse ti mund të kesh një lloj ideje, e di se ç'mund të ketë, prap surprizohesh. Edhe surprizat me të vërtet kanë qenë fantastike, pra rrugtime jetësore, muzika e nisëm me kërcime që në fillim emocione shumë të mëdha. A e mbani mend që nga fundi javës që shkoi thash, shiko, nuk do jetë thjesht një ndarje çmimi, pra kush do jetë fituesi Big Brother, por të jetë një spektakël i madh dhe realisht siç e pat, pra ashtu ishte.
dhe Top Channel ka te kaluar veten e vet. Absolutisht. Më pëlqeu shumë fakti, në fakt që është vlerësuar dhe klikuar aq shumë nga publiku, 4.7 milion klikime kishte finalja. Do vite duke kapur rekordet të reja. Duke kaluar të gjitha rekordet, kjo do të thot për standardin dhe mënyrën se si bëhet televizioni këtu, në televizionin tonë. Do flasim për ato çfarë ndodhi, për finalistët, për rënditjen e finalistëve, për fituesin, arsyet pse mund të ketë fituar, sigurisht publiku ka vendosur. Është sovran vendosë ai normal. Por ne gjithashtu jemi shumë të lumtur se tashmë bëhemi shtëpia më e famshme ne. Se ishim shtëpia e dytë më e famshme. Ne kemi qenë të gjithsesi. E dyta më e famshme. Tani bëhemi e para. Ne marrim Frodin, ne marrim vendin që na takon. Do kemi Andi Vrapin, do kemi Jonida Aliçkollin dhe Atalanta Kyçyku në studio në pjesën e 3 dhe të 4, pra do jemi një tryezë me miq të mirë, ku do diskutojmë, do flasim dhe do bëjmë shumë shaka, kështu që na ndiqni deri. Shaka, do të bëjmë edhe ca analiza, pak a shumë, se sigurisht, pas zgjedhjeve ka analiza, apo jo. Tani, unë nuk e di se sa ju ka dalë pija nga mbrëm të ftuarve, se gjithë të ftuarit që kemi ne ka qenë. Po, vërdall ishin, po. Po gjithsesi besoj që nuk do jenë aq hangover. Jemi shumë mirë. Mirë jemi. Po. Jemi shumë. Mund të ishim të më mirë. Tani mund të kishim qenë me ca orë gjumë më tepër, sepse gjithë fundjava pa gjumë, supozohet do flësh, por është okay. Është fest. Është fest dhe ja kemi kaluar shumë mirë. Do shkojmë tani si me pak ëmbëlsi. Pas mbrëmjes së diel. Oni të bëni bejgli. Do shkojmë të bëjmë një ëmbëlsirë hungareze. Një ëmbëlsirë hungareze. Për ta nisur javën plot me ëmbëlsi, duket sikur këto ëmbëlsira sikur na zgjojnë çik senset, ha? Duhet një. Sikur na sjellin pak në Terezi. Kështu që ju e dini që gjithmonë në shtëpinë tonë nis me gjëra të ëmbla. E hëna, po. Si për të quar dhe një javë ëmbël, ashtu si kurse e meritojmë, dhe ne do të bëhemi gati për t'ju prezentuar të gjithë përbërësit që do t'ju duen për të realizuar dhe ju këtë recet në për shtëpit tuaja. Për të bërë bejgli, këtë strudel hungares, përbërësit që do t'ju duhen janë këto, 250 gram miell, 125 gram gjalpi but, 10 gram fryrës tortash, 50 gram sheqer, një vezë, një lugë kos dhe krip, ndërkohë për mbushjen do të na duhen 200 gram arra të qëruara, 100 gram sheqer, një lugë e gjysmë gjalp, 50 gram rushi that, një limon vetëm lëkura, një verdhveze për ta lyer dhe një lugë qumësht. Këto janë dhe përbërësit që do të na duheshin për mbushjen e strudelit hungarez. Tani, këto do t'i lëmë në fund, pasi do t'i lyesht i të verdhen e vezës me qumë e qaj. E qaj atë të lyerët në fund, e qaj. Tamam. Tani, po largojmë dhe këto të mbushjes, që është rushi tharë që unë kam vënë në të hidratohet. Po, të hidratohet. Do të bëm të sheqerin. Dakord. Gjalpin që kemi këtu. Dakord. Dhe ndërsa edhe arrat. Ndërsa këto janë përbërësit e brumit, pra që do përgatisim brumin. Bukuri. Dhe ta krip që unë e marë aty, po. Dhe nisim me përgatitjen. Do të hedhim miellin. Për ju që ndoshta s'keni bërë një ëmbëlsirë dje, se ne kemi bërë ëmbëlsira, kemi ngrënë, kemi abuzuar pa. Edhe unë bëra dje. Di bëra të latajolo, se ma kërkojnë bis. Ma ke bërë, mu tha ke bërë në televizor, që kje, ma tha ka bëj. E gerë të kuptoj. Ja, kam ngrënë unë për ty. Edhe aty që mbeti tha, po e marrë me vetën shpi. Fantastike. Shtova edhe fryrësin pra mesit këto të dyja, do qëtoj edhe sheqeri, do t'i përzije kështu të thata si që kam. Edhe pa krip, kështu sa kapin 2 gishtat. I përzijem njerë të kështu. Tani do të shtoj gjalpin që e kam në copë, po vë një dorez dhe po e punoj. Po, edhe gjalpi duhet jetë i zbutur, duhet jetë shumë kremoz. Tani këto nuk na duen. Dakord. Do ta lëm këtë vetëm për vezën që ta kontrollojmë julka, po edhim vezën ta kemi gati. Dakord. Është okej. Dhe këto i heqim. Perfekt. Faleminderit. Atëherë unë po vë doreza dhe do e punoj miellin me gjalpin. Ato jo, mund ta heqësh. Mund ta heqë. Dakord.
Beigli. Po të duash, meri vetëm lëkurën limonit, që e ke këtu këtë. Sigurisht që dua. Po, edhe tjerat pastaj kemi gati, vazhdojmë. Sigurisht që dua, moj zonja Linda. Po, atëherë do të hedhim gjalpin. Pra, gjalpi duhet shumë i butë, kështu kremoz. Me të vocklan. Me këtë duash, Julka, s'ka rëndësi se do futet brenda ke arrat aty, kështu që nuk na prish punë. Okej. Pra, e punojmë tash sa të kemi një përzierje të mirë të miellit me gjalpin. Unë kam përdorur atë mielin shumë përdorim është të olës, kështu që dhe ju mund ta përdorni shumë mirë atë. Mbledh mendjen me atë. Po. Jo është për ëmbëlsira, jo është byrek, për byrek, jo është për pica, jo Për pica kanë tjetrin. për ballakume, po. Gjithsesi këtë shumë përdorimshin, i kemi shumë të thjeshtë. Tamam. Vjen mirë se kanë edhe atë për pica që është apo sa fat që bëj dhe focaccia unë atë. Edhe del shkëlqyer. Është shumë e rëndësishme që të kesh produktet e duhura për të bërë recetat ashtu siç duhet. Në kuzhinë, po. Shtova dhe vezën dhe tani do t'i përziejmë. Shtojmë edhe kosi, një lukos kam unë. Dhe punojmë me dorë. Sot ishte rruga bosh. Po, sa mirë. Sa që, feta makinë kështu. Shumë qejf. Po. E ka një të mirë kur janë tjerë të pushin. E vërtet. Kollaj fare rruga bosh, thash sa bukur. Por shijojeni. Në fakt, ky vit ka qenë shumë bujar për sa i takon festave, shumë pushime kanë pasur. Të gjithë miqt. Po në Itali ka shumë pushime bënin sa ne? Jo, Jo, jo. Jep njëri pushime aty. Po ato bëjnë kështu jo ponti, jo, se qa bëjnë ca ura, kështu që të bëjnë fundjavat të Një qata. ponte, një urë në vit. Një urë në vit. Po, rish. E po spanjollët që kanë fantastika atëherë, se ato pas kanë vetëm ura bëjnë ato, vetëm pushime. Në Itali ka shumë punë, e pak pushim. Pra, unë e përzjeva dhe kam gati brumin. Tashi, nëse e keni, nuk ju lidhet, qëtoni një luk të vogël kos, nëse e keni shumë të butë, rregulloni me mielin. Unë e kam brumin tim perfekt. Tani, ju nëse keni kohë, lëreni të pushoj një qerekore, gjysmore në frigorifer të mbështjellur me 5 mas kuzhine, por unë edhe kështu, me thënë vërtetën e përdor, nuk lodhem shumë ta lë aty, se s'kam kohë, po them. Jo se për të lodhje, po s'dua të pres. Okej, jo, nuk duam të presim na. Thjesht do vazhdojmë me planin ton, do ta çojmë këtë strudel hungarez me arra deri në fund, këtë beiglin. I brumin e kemi bërë, sigurisht që juve keni të gjithë kohën e mjaftueshme për ta lënë e për të pushuar pak. Neve duam që të vazhdojmë me planin ton të punës. Po. Tani do përgatisim mbushjen. A është mjaft kaq? Po, shumë mirë, shur ka perfekt, po. Se sikur nuk po del. Jo, shumë mirë. Atëherë do të hedhim arrat që unë i kam grirë në mikser, në thërime, po shtojmë edhe lëkurën e limonit, po, që ta aromatizojmë, kemi sheqerin, kam pak gjalp, edhe rushin e tharë që e kam vënë ujë, po unë do ta kulloj dhe do ta thaj me letër. Dakord. Tani po marr një lug. Një lug që të përzijem për bërësit. Përzijem një këtë arrat me sheqerin dhe me lëkurën e limonit, pra këtu që i kemi të thata. Tani do ta thkullojmë rushin, dhe po këtu Julka dhe Dakord. po e thaj pastaj me letër. Dakord. Gjithmonë kam qenë shumë kurioze të di, e thajmë këtë rushi dhe blejmë, pastaj e fusim prapë në ujë. Dhe pastaj e thajmë prapë. Dhe pastaj E thajmë me letër. Hajde. Po gjithsesi dalloj diferenca, edhe pikërisht ky hidratimi i rushit të thatë bëhet pikërisht po si ashtu si kërc, si një eshk, si një dras. Duke pas lagështirën, ai
bymehet, fryhet, ndërsa po t'jeti thata nga ngrohtësia do thata akoma më tepër, kështu që kjo është arsyeja, se vërtet mund të mendoni që po çfarë po bëni, dhe për rushi i thatë prandaj është. Ja bëhet pikërisht për këtë arsye. E hodhëm edhe për rushin. Okej. Do t'i përzijem kështu. Faleminderit Julka. Tani unë do të marr këtu një pjesë gjalpë, do ta lë që ta lyej pak të petën, ndërsa pjesa më të madhe do ta hedh këtu. Okej. Tek mbushja. Po prap i but duhet. Po i but, tu gjithë gjalpë pra ti kemi kështu kremoz. E përzijim mirë me luk, si e me kohë, Kemi. Kemi mjaftueshëm sa për të hapur petët, e për ta mbushur, e për ta rrotulluar. Se do bësh gati të verdhën e vezës me qumshi. Patjetër. Për ta lyer para se ta pjekë. Okej, pra dhe këtë mbushjen unë e kam gati, pra e përzjeva një luk gjalp kisha unë këtu, sa për ta lidhur pak. Natyrisht gjalpi, gjatë kohës që piqet, trete, do bashkohet me brumin e tjera, po jaman a jep shije. Tani unë do të marrë këtë tapetin e silikonit, dhe do të hapim petën. Po. Tashi me dash mund të shtoni një reçel, një gjë, unë... Brenda? Po, Arave? Po, mund të shtosh qik mjalt në vend të sheqerit, dhe me thënë, mund të lëvizësh vetë. Mënyra e tyre tradicionale është shumë e gjatë dhe shumë e vështirë. Unë për vete kam thjeshtuar se po ta bësh pritet vi brumin. Kështu ta thjeshtë do. Do ta ziesh, pastaj këto arrat ato i përzihen me mjalte, me rushin e thatë, i zihen me qumësh aty, i lënë që të ftohet frigorifere, bëjnë kështu si brume, hapin, është një mënyrë shumë. Ne duam të thjeshtë, Unë kam sjellë një mënyrë më të thjeshtë që ta realizojmë në shtëpi. Ja është të gjithë qumshin, besoj. Jo, ka çiksi shumë Julka, pak. Boll, shumë mirë. Ua, si na u bë një vezë. Se e bukur. Si të krijoni një vezë në kushtet e shtëpisë. Nuk e di nëse e kapni nga sipër, po. Tash po luaj, manda Lora, ashtu se më vjen keq ta prish tani. Po, tamam. Por do prishet sepse kemi një strudel për të lyer. Dhe ky është një nga proceset e mia të preferuara. E di, dhe qanë bën shumë bukur. Na pikon ndonjëherë pak më tepër, po s'ka. Tani do t'i japim një formë drejt këndshë. Mua kjo po m'del katrore, kështu që duhen të zjanë. Që ta mendosh është si strudel, Julka. Po. Po, ndryshe. Se nëse mbushim njerë strudelin me ara, në Itali se kam gjuhë njerë që ta mbushim. Me ara, me mollë, okej, po jo vetëm do me thënë këshu si që jo vetëm, ato. Po, me ara me sheqer. Ato me ara, e mjalte, qumë sa... Se shumë avazë. Kanë punë. Po. Ndërkohë neve ju kemi harruar që t'ju pyesim pak se si ja keni vënë emrin drekës, por nuk do e pyesim fare, asë mos gatuani si jeni lodhur gjithë fundjavën e mos ja vini hiç emrin drekës. S'do e marrin veç që duke të gjë. Nuk do e marrin veç që duke të zonja? Po, pse ti lodhim se kanë gatuar shumë për pashkë mëre Alban, si thua ti? Po, pyetjen do ta bëjmë. Do ta bëjmë. 2, 3. Si ja keni vënë emrin drekës, moj gra? Dhe bura. Edhe bura. Na shkruani në shpinton pik të CH. Imagjino të thonë gratë. Ja kam vënë emrin burr. Burr, okej. Burr. Okej. Ndërkohë, po shikoja pak portalet e këto e tjerë. Papa Francesco pas ka ndëruar jetë. Dhe, do më thënë, po sot. Dhe për pashë, do më thënë për të hënë pashë. Si pas ka vërdet. Më thënë vërtet shumë këshu.
Dhe pas ka marrë zotin? Po, pranti, ashtu si që i takon. Prite i kam për Po, ishte Ishte smur. smur i shkreti, po, gjithmonë thoni u bë më mirë dhe ne hajtë me shpresën se po 88 vjeçar, kishte ndërruar sot jetë. Thashtë ja u thoja, po kjo nuk do thotë që ne nuk do ndihemi mirë në kuptimin të gjithë besimtarët e krishterë, ndihen mirë për jetesën e tij, për punën e tij të shkëlqyer. Ka qenë i veçantë. Shumë i veçantë ka qenë Ka vërtet. qenë shumë veçantë, shumë ndryshe nga të tjerët, me mendime përparimtare. Gati të pa imagjinueshme që një përfaqësues i kishës katolike mund t'i Shumë e kishte. Por që vërtet na vjen shumë keq dhe sigurisht fillon ky kalvari tani që kush Po, do të jetë kush do jetë pasuesi. zëvendësuesi, kush ka parë sa Eksakt. filma që janë bërë, sidomos konklavën të kohën e fundit, e kuptojnë. Sa dali tymi bardhë. Dali ty me bardh, po. Ti i shtrove gjalp sipër, I ëh? vura pak, jo të gjithë, shumë pak e kjo pjesa këtu. Tani do ta mbushi me Me këtë mbushjen që kemi bërë. Po. me arra dhe me këto. Me arra, me rrush të thatë të hidratuar, me pak sheqer. Po siç tha zonja Linda, nëse doni sheqerin mund ta zëvendësoni me pak mjaltë. Po, mund ta bëni, e vërtet është. Mirëmëngjesi, ju dëshiroj një ditë të mbar ju në studio, thot. Unë jam muslimane, thot. Pa dallim feje, ju uroj Pashkët me gjithë zemër të gjithë dhe gjithë të mirëve, thot, nga Austria. Faleminderit shumë. Dhe në fund pastaj ka shkruar, i uroj Gjestit fitoren. Urime fitoria. Përshëndetje, doja të thoja thot përfituesin, nuk meritonte sepse përçon një mesazh jo të mirë për shoqërinë shqiptare. Pse? Për çfarë arsye? Pastaj shoqëria shqiptare, votuesit e kanë Do diskutojmë, Do diskutojmë. Jo, e kam në fakt edhe me zonjat e zotrin që komentojnë. Po, Se unë dua të fitoj kjo, po e di unë që s'ka për të fituar. Po, voto Dhe unë atëherë. pyes, a ke votuar? Pas Jo. të votosh, mund të flasësh. Normal. Unë ja kam vënë emrin Si ja ka vënë? Zylide, si ja ka vënë? Divano. Ju përshëndes. Ashtu mbaj dhe mos e Mirela. fito. Divano, ashtu. Në divan rrisë e lodhur. Unë ja kam vënë emrin drekës Divano. Divano. E di, shumica e zonjave do kenë gatuar shumë të fundjavë, sigurisht, Po, sepse Ka pak është... tavën, Julka? E keni vënë re që gjitha festat tona janë me të ngrënë? Po, tani... Më dhënë Krishti unë gjallë në ham. Po, Krishti pra nga ish në ham, lumturia. pra. Për Krishtlindje, si i bie pastaj? Për Bajram, në ham. Për që janë festat e tjera, vetëm Jo, me ham. bukur se ham dhe ne që jemi musulmane. Pa tjetër, ne kemi pretekste për të Ne kemi ngrënë. tolerancë të shkëlqyer fetare, kështu Ne, që jo. do ham patjetër, në nder të fest tjetër. Dhe ham. Miqve tan. Tash do ta luajmë sipër, pra e mbusha me këtë mbushjen që kishin pra me ara me rushin e thatë dhe çik sheqer. Tani do ta luajmë një të verdh veze dhe pak qumësht. Mirëmëngjesi ju e thot, sot moj gra e burra, po mendoj si Julka, po porosis. Po sigurisht. Pra emrin ja kam vënë, shqyqyr që ka porozi, mos na lënë Zoti pa to. Amin. Bea. Amin. Po me i super treti edhe e bën Po një... qa supe më e porosit, ore shumë fare. mirë e bën, pse? Këmbën nga divanit mos luajnë, të dalin të pinë kafe për qef, të shijojnë një çika të diellin që Të është për dilni pini kafe jashtë. pas orës 12. Edhe të mos ta vrasin mendjen çfarë do gatuajnë sot, edhe pse ne kemi dy propozime sot. Por kemi shumë të tjera. Mirëmëngjesi Alban dhe Julka dhe zonja Linda thot, në lidhje me fitoren e Gjestit, thot, është super e merituar, ka fituar sinqeriteti, pastërtia dhe mbi të gjitha zgjuarësia e tij djali. Ndërsa për drekën moj gra thot, byrek me miell ola dhe Ajde. spinaq dhe djath. Kalofshi bukur Genta. Yll. Po me çfarë mielli tjetër do ta bëje ti byrekun përveç se olës, më fal. Shkëlqyer. Çfarë po bën fjongo? Po bëj ca gjese. Shiko. Kemi kohë? Se Kemi minutë. edhe një Po. minutë. Po mirë, ja i ngjisim edhe këto, në? Ah. Për ta zbukuruar pak sipër. Guarda, Sa signora. bukur, po këto sipër dhe luaj me vezë apo jo? Po edhe Po këto. i lyesh dhe ato se helbete. Tani, po të kesh kohë, i bën dhe viza, e lë të duhet të rinë në frigorifer, që të ruaj formën, po tash ne... Ne bëjmë Po e ka them gjetje. si ta bëjnë zonjë. A sa bukur. E bët gjethen, bëjnë edhe këto si viza kështu. Aha. Bëjan edhe këto që imitojnë gjethen. Ops. Dhe linit pushojnë në frigorifer që të ruaj formën. A sa bukur. Ka gjet halli mëdh, jo dreka, jo darka. Dhe më Asnjë hall forta s'keni. thot, Asnjë hall s'keni se ju kemi thënë, kemi shumë receta që i kemi prezantuar. Asnjë hall s'keni. pritur e ta mbaroj. Dhe e forta është thot, kur ke nejt gjithë ditën duke gatu, vin kalamoj të gjithë noze. Sot, po ju bëje ja prak.
Pra zonja që nga me nerva sot. Ja prak! O, zotim. Që kalamojt e kësaj zonjës, mos bëni naze se ju la pa ngrën. Po, leti lërë ca dhe të kuptojnë, pastaj që nuk mund të bëjnë më naze. Që unë i bëjni vetë. Eksakt. Sa bukur, Shumë e bukur, zonja Lori. linda. Vërtet. Pra kjo është receta Bigli, një recetë hungareze, pra si që vutë re, sot ja kemi dedikuar recetat hungarisë, duke qenë se ka një kuzhinë shumë të mirë, sigurisht që është e lidhur fort me pjesën e Europës qendrore, duke qenë se Hungaria ka qenë pjesë e perandërisë austro-hungareze, dhe kanë shumë të përbashkëta. Pra, austriakët kanë atë strudelin. Po e vëmë. Po e vëmë, po. Austriakët, prit Linda, të lutem ta mbaroj. Austriakët kanë atë strudelin tipik, që ne kemi bërë disa herë, ndërkohë hungarezët pas kanë të lloj strudeli. Po. Natyrisht, si që thash, unë e kam sjellë në formë të shkurtuar, sepse strudeli atyre do një 3 orë që të përgatitet, por ne nuk kemi kohë, kështu që unë e mendova, e ndryshova dhe përshtata për kohën që kemi neve këtu. Kush ka dëshirë, unë ja shpjegoj se si bëhet, sepse e di si bëhet, por më besoni dhe kjo del shumë e mirë, po i bëjmë sa të çara neve kësaj këtu, nga pak. Bëja vetë se pastaj prishe, se që ishte një gjë që prisha unë. Jo, nuk e prisha, i bëra pak më bufalaqe. Ishin ato pitet kështu. Po, shumë të mirë. Fut më shumë piruni. Kjo ka bërë me delikatesë. Është delikate, e Është vendosim? delikate, po e vëmë që të piqet. 180 gradë. 20 gradë, ke 40 minutë. Mirë. 20 minuta i do. Atëherë, ne do shkojmë publicitet tani, pastaj do rikthehemi dhe kur të rikthehemi, do gatuajmë prap një recetë tjetër hungareze. Janë ca pite me një pana acida. Një pana acida që neve do t'i mësojmë si ta bëni vetëm pas pak.